محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur dhe duhet vazhdimisht ta përmendim se çështja e imanit, besimit në Allahun xhallahu ala është çështje madhore në jetën tonë. Për një besimtar, ruajtja e besimit, njohuria rreth besimit, funksionimi i besimit, ndikimi i besimit në jetën e tij janë me prioritet. Janë baza dhe themeli i çdo nisme të tij në jetën e kësaj bote. Besimtari në çdo kontribut, në çdo aktivitet, në çdo reagim, madje edhe në çdo përpjekje për t'ia dalë, nismën e ka nga besimi në Allahun e mënduar. Atje i merr informatat e duhura për veten, për botën, për të ardhmen, për të kaluarën. Atje merr forcën, atje merr motivin, shtytje për të përpara. Nga se gjitha këto dhe shumë të tjera i mundson besimin në Allahun te bareke ve teala. Mirë, po kemi thënë këto gjitha arrihen momenti kur ne e kemi besimin aktiv, funksional, e jo pasiv. E ku është dallimi mes imanit pasiv dhe aktiv? Imani pasiv të ndërvëllazër është një iman i cili mbetet vetëm në nivelin e deklarimit. Jam musliman, besoj këtë e kështu me radhë, pa hulumtuar tutje çka nënkupton ky besim. Pa hulumtuar dhe analizuar tutje sa thua vallë çfarë kërkesa ka ky besim. Pa u interesuar pas kësaj sa thua vallë çka e rrezikon këtë besim e kështu me radhë. Andaj rrjedhimisht nga kjo kuptojmë se një iman aktiv, një iman funksionar është ai që zgjan interesimin e besimtarit për ruajtjen, kultivimin dhe shtimin e këtij besimi. Kemi thënë se një iman funksional ndërtohet në shtylla të fuqishme. Një nga ato është lidhja me Allahun xhallahu ala. Dhe gjithashtu ajo që do ta përmendni sot ka të bëjë me një shtyllë të fuqishme, mbi cilën ndërtohet imani dhe mbi cilën realisht dëshmohet funksionimi i këtij imani në jetën e përditshme. Nga se imani, kemi thënë, është deg. Këto deg duhet me dalë në jetë, të jenë të dukshme. Degët janë të dukshme, degët kanë fryte, degët kanë gjethe. Prandaj ato duhet të duken. Edhe frytet, edhe degët e besimit duhet të duken. Mirë, po ato duken bukur, japin fryte kur janë të rrënjosura si duhet. E nga rrënjët e imanit është lidhja e fuqishme me Allahun xhallahu ala. Nga rrënjët e imanit është ajo që do të flasim për të sot, e që ka të bëjë me madhërimin e Allahut te bareke ve teala. Një besimtar që ka besuar në Allahun xhallahu ala, ai e madhron Zotin e tij. Çka nuk kupton me madhnu Allahun xhallahu xhelaluhu? Nuk kupton që Allahu për ty jetë më i madhi. Nuk kupton që çdo udhëzim që vjen nga Allahu ta marrësh seriozisht. Çdo ndalesë që të vjen nga Allahu te bareke ve teala ta trajtosh me prioritet dhe seriozitet. Kjo është Allahun me madhnu. Me madhnu Allahun xhallahu ala do të thotë që ti marrësh me prioritet të gjitha udhëzimet që vijnë nga Allahu te bareke ve teala. Madje ta madhosh Allahun xhallahu ala do të thotë që Allahu të jetë për ty synimi kryesor. Kënaqësia të jetë, kënaqësia Allahu xhallahu të jetë qëllimi më madhor dhe më i rëndësishëm në jetën tënde. Të gjitha qëllimet e tjera, synimet e tjera renditen dhe rreshtohen nën këtë qëllim dhe nën këtë objektiv dhe synim. Allahu xhallahu ala në Kur'an të nderuar vëllezër përmend se shumë gjenerata të njerëzve, shumë popull të ndryshëm kanë psuar këtë dunjë, janë shkatërruar, kanë humb, kanë bredh, kanë deviju, edhe në dunjë, edhe në ahiret meritojnë dëshkimin
dhe kur Allah flet për arsyen e këtij dështimi kaq të madh, të kësaj huqjeje kaq serioze, e ndërlidh Allah xhallahu ala me mungesën e madhënimit të Allahut te barekuhu teala. Prandaj Nuhi alayhis salam udhëzonte popullin e tij, i mësonte popullin e tij, si çdo pejgamber që ka bërë, tentonte me i mbrojt nga devijimet, nga rrugët e këqija, nga vezvesët dhe cytit e shejtanit. E kur ata refuzojnë, çka u thonë te Nuhi alayhis salam? Ma lakum la tergjuna lillahi waqara. Çka është puna juaj që me kaq thjeshtësi refuzoni udhëzimet e Allahut? Pse Allahu te ju nuk ka rëndësi? Pse Allahu te ju nuk është interesant? Pse udhëzimet e Allahut që bëjnë përshtypje? U qad khalaqakum atwara. Nëse Allah ju ka krijuar juve në faza ndryshme, në periudha ndryshme, aja zbret shiun, aja dërgon bereqetin, aja dërgon frytin, aja dërgon furnizimin, aja jep shëndetin, gjitha i keni nga Allahu xhallahu ala, e pse me kaq nënçmim, përbuzje dhe inferioritet i qasën i besimit në Allahun dhe udhëzimeve të tij? Ishte habije Nuhit alayhis salam, ishte thirrje për të provokuar mendjen e tyre. A është e mundshme që këso qasje të keni ndaj Allahut të manduar? Pastaj Allahu flet për popull tjetër se i kanë bërë Allahut shok në adhurim. A ka përbuzje më e madhe se me e konsideruar dikant barabartë me Allahun xhallahu teala? Me i dhon njeriu tipare hyjnore, aftësi hyjnore, që nuk i takojnë askujt pas Allahut te barekuhu teala. A ka më përbuzje, më nënçmim, më dështim për një se kjo? Padyshim se nuk ka. E kur Allah flet pse njerëzit e kanë bërë këtë punë, çka thonë? Për çka thot Allah për këtë çështje? Ma qadarullah haqqa qadrihi. Problemi është se ata nuk e vlerësuan Allahun si duhet, nuk e madhruan Allahun sa duhet. Pa mungesa e madhënimit të Allahut nga zemrat e tyre bëri që pastaj dikush si ata, dikush njeri rëndëmt të merr tipare, të trajtohet, madje të adhurohet në vend të Allahut të mëdhenuar. Njeriu sado që të ka dije, gabon. Sado që mund të jetë i devotshëm, gabon. Sado që mund të jetë bujar, prap harxhohet. Sado që mund të jeton, prap vdes. Njerëzit janë të kufizuar. A është e mundshme që dike të kufizuar ta trajtosh si atë që nuk është i kufizuar? Veç Allahu zgabon, veç Allahu është i pagabushëm. Vetëm Allahu te barekuhu ta nuk harron, vetëm Allahu xhallahu ala bën gjithmonë mirë. Të tjerët bëjnë mirë, po edhe keq. Din, po edhe nuk din. Bëjnë mirë edhe gabojnë. Të gjithë tjerët, pas Allahu xhallahu ala. Prandaj me ato njerëz si të pagabushëm, me madhnu njëri në nivel të atil që mi u nështruan e tëra qaj e thot, pa kontestu fare, pa e analizu fare. Kjo është që është që pa dyshim që ka të bëjmë mungesën e funksionimit të besimit në zemër, nga se mungon madhnimi Allah te barekuhu teala. Të ndërru vëllezër, krejt çka na rrethon, madje këtë çka ka në brendin ton, këtë çka ekziston, e shohim apo nuk e shohim, e ndijmë ne apo nuk e ndijmë ne, e kuptojmë apo nuk e kuptojmë, e njohim ne apo nuk e njohim ne, të gjitha këto thrasin në madhrimin Allah te barekuhu teala. Shikaj qetë e tokën, që sa janë të krijuara, kush e di? Kush e din që sa është dielli? Janë do vite që japin shkencëtarët, a janë sakta? Nuk dihet, janë hamendësi. Sa është toka e vjetër, janë hamendësi. Kaq milion vjet, kaq miliard vjet, edhe po të ishin të sakta ato, para në sa është kjo ku? Kush e mban këtë tokë? Kush kujdeset për te? Kush e mban qiellin? Kush e mban diellin? Kush e mban këtë? Kush e krijon njeriu? Kush e furnizon vazhdimsi? Allahu azza wa jall. Asë është kjo bërim i madhnimit që të mahnitesh nga kjo kujdes, nga kjo fuqi, nga kjo pushtet, nga kjo dije që e ka Allahu xhallahu ala. A nuk është mahnitse? Prandaj të ndërvëllezër, duhet që t'ja rikthejmë imanit funksionet, duhet që imanit ta ushqen zemrën me madhrim, e duhet që madhrimi pastaj ta funksionon besim në jetën e përditshme. Sot ne shohim zbulime shkencore mahnitse. Shiko çka ka bën njeri. Edhe pse ato zbulime sot që janë mahnitse, realisht janë të kushtëzuara me zbulimet paraprake. Apo dikush ka zbuluar para 200 vjet diçka,
e as bërim dikush e ka avancu pak, ai pak, derisa sot kemi ardhur në një nikon në nivel caktuar të zhvillimit dhe arritjeve teknologjike. Sot telefonin që kemi, kamera që është, komunikimin distancë, gjitha këto janë të kursuzuara me zbulimet paraprake. Nuk janë të momentit. Dikush merr ka zbulu diçka, dikush këtë ka avancu. Dhe prap, duke pas parasysh se zinxhir njerëzish që kanë marrë pjesë në këtë kontribut, prap mahnitesh. Thush që njëri që ka bo, që kë shkencëtar, që kë dietar, deri në ndoshta në shenjtim, deri në madhnim të atij njeri, është krijes që diçka din e shumë tjerë nuk i din. E ku është madhnimin dhe Allah Gjelloj, cili a e ka kriju, kush e ka mësu, kush jella potencialin njeriut që të kuptan, që të merë, që të din, që të zbulan, kush e ka dhonë? Allahu Gjelloj ala. Prandaj në çdo mahnitje të ndërvëzër, që arrim të thithim në vetën tonë, në bazë të ndonjë aftësie që ka ndonjë krijesë, duhet që të arritim këtë mahnitje duke orientuar edhe te krijuesi. Sado që dikush është i dishëm, Allah është edhe më i dishëm, sa e ka mësu. Sado që dikush është trim, Allahu Gjellë është edhe më i gjithfuqishëm, i cili e ka dikujt trimnin. Sado që dikush është bujar, Allah është edhe më bujar, sa e ka furnizuar që dikush të jap nga pasuria e tij, e kështu me radhë. Prandaj krejt që kanë rrethon nga krijimi, nga qielli, nga toka, nga arritjet, nga kuptimet, nga zhvillimet, nga çka do qoftë që na bën për të këtë dunjë, duhet të jetë realisht një bazë mbi cilën e ndërtojmë madhnimin te Allahu te barekutaala. Madhnimi i cili na bën që, sikur që përmenda, ta dojmë Allahun te barekutaala. Madhnimi i cili na bën që me e trajtuar me seriozitet çdo udhëzim që vjen nga Allahu te barekutaala dhe çdo ndalesë që Allah e ka ndaluar me e kuptuar si prioritet dhe si diçka shumë të rrezikshme, nga se nuk vjen nga dikush i rëndomt, por vjen nga krijuesi i gjithësisë. Allahu xhallahu i mbur zemrat tona besim, i cili ndërtohet mbi madhnimin e Allahut te barekutaala, i cili bën Allahun për neve më të rëndësishëm. E bën për Allahun për neve më të madhin, më të fuqishëm, më të dijshëm. Dhe krahas asaj që e dim se është kështu, edhe të veprojmë në bazë të kësaj dije, dhe të reagojmë në bazë të kësaj dije, dhe ta bëjmë imanin funksional në shërbim të jetës tonë përmes kësaj dije dhe kësaj njohurie. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu s-salati wa atammu t-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtar, format e mos madhrimit të Allahut sot janë të shumta. Zbehja e madhrimit të Allahut te barekutaala sot në zemrat e njerëzve është shumë evidente fatkeqësisht. Dhe kjo mund të dëshmohet përmes shembujve të shumtë. Një nga ato është çështja e përcjelljes. Njerëzit sot ruhen në mas të madhe, mos po i kap kamera dikun. Ruhen në mas të madhe si do duken në ngjarje të caktuara para njerëzve. Zbukurohen, hieshohen. Fjalët i zbukurojnë. Pamjen e zbukurojnë. Duken e hieshojnë. Mundohen që njerëzit me i pa mirë edhe të marrin sa më shumë pëlqime. Sot marrja e pëlqimeve nga njerëzve është bën nga nyjet kryesore që e ngarkon njeriu në jetën e kësaj bote. A i pëlqen njerëzve fjalimi jam, a i pëlqen njerëzve pamja jam, a i pëlqen njerëzve postimi jam, a ju pëlqen komenti jam, pëlqime të vazhdueshme. Apo ndjekës sa më shumë. Ndërsa a i pëlqen Allahut vepra jam, Allahu xhallahu ala a ka pëlqy fjalën tonë, krijuesi i gjithësisë, ai që ka jetën në dorën tonë. Madje edhe për shtypet e njerëzve ai ka në dorë. Me dashtë Allahu xhallahu ala i bën njerëz me dashtë, e me dashtë Allah i bën njerëz mos me dashtë. Ai që e ka qelsin e çdo gjëje në dorën e tij, e ai ku është ai në këtë dertë, në këtë breng? Fatkeqësisht sot tek shumë njerëz nuk është pjesë e kalkulimeve. Nuk është pjesë e detë e brengës.
Më rëndësishme është që njerëzit më pëlqy. Më rëndësishme është që në punë më pëlqy. Njerëzit se po dukna mirë. Më rëndësishme që më jap dikush një lavdat, ç'ka më rëndësi? E Allahu çka thot? E pastaj me Allahun ja bojna kallaj. E po që kjo është treguar se besimi nuk është funksional. Se me Allahun nuk është kallaj. Po Allah është i mëshirshëm, Allah është i butë, Allah është falës. Mirë për nëse shpërfillet edhe nënçmohet dhe përbuzet prezenca e tij, shikimi i tij, dëgjimi i tij, dënimi i tij është i dhimbshëm. Dënimi i tij është i dhimbshëm. Andaj besimtari të punë i merr seriozisht. Dhe jo me tallje, jo me hajgare, jo me një lëvizje dore se ja bëj çarën kësaj pune. Çdo gjë i bëhet çare, ama dënimi i Allahut nuk i bëhet çare. Dhe besimtari ka dert këtë punë. E madhën Allahun te barekuhu teala. Shkoni sot njerëz që flasin, çka bojnë, si sillen, gjitha këto tregojnë për mungesë të madhënimit dhe të respektit të Allahut që e gëzon në zemrat e njerëzve të këtillë. Ndaj të ndërruar vëllezër, madhënimi i Allahut xhallahu është temë e madhe. Është projekt madhor në jetën e besimtarit që e ushqen vazhdimisht zemrën me këtë madhënim. Mirë, po në përmbledhje të kësaj, një musliman duhet në vazhdimsi ta ushqen zemrën e tij me këtë madhënim përmes njohjes së Allahut xhallahu ala. Sa më shumë e njeh Allahun, më shumë e madhnon. Sa më shumë e njeh fenë e Allahut, e madhnon çfarë besimi Allahu na ka dhënë, çfarë udhëzime, çfarë feje mahnitshme. S'ka kundërshtime, s'ka kundërthënie, e përshtatshme, e natyrshme, e dobishme. Feja që na ka dhënë Allahu te barekuhu teala. Kush e njeh fenë Allahut, e madhon Allahun xhallahu ala për dijen, për urtësinë, për kujdesin ndaj neve shumë të tjera. Kush mediton në rrethin që e rrethon në vetveten e tij, Allahu tha wa fi anfusikum afala tubsirun, edhe në vetveten e juaj kthoni, shikoni, a nuk e duke po? Çfarë krijimi, çfarë kujdesi, çfarë detaje mahnitse që shkenca po mahnitet në vazhdimsi me këtë krijesë kaq komplekse të quajtur njeri. E adresa e kësaj mahnitje ku është? Burimi të kësaj ku është? Allahu te barekuhu teala. Ai është, ai ka kriju. Ai dërgon shenjë të vërtetueshme që ta kuptosh se ai është më i madhi. Ai është më i rëndësishmi. Ai është i pari, huwa al-awwal. Ai është i pari, edhe kështu është emri i tij, wa huwa al-akhir. Dhe ai është i fundit. Me krejt ki munda dhe në fund tek Allahu ki me shku. Nga Allahu ke ardhë dhe tek Allahu ki me shku. Kjo është rrugtimit. Prandaj madhnoj Allahun te barekuhu teala. Madhnoj emrin Allahu xhallahu ala, madhroj fen Allahu te barekuhu teala, madhnoj udhëzimin Allahu te barekuhu teala, madhroj hidhrimin Allahu xhalla xhelalu që të jetë për ty i rëndësishëm se është Allah i kënaqur apo nuk është Allah i kënaqur. Andaj madhnimi Allahu te ndërvëllë vëllezër është një tregues dhe një dëshmitar i qartë, i dukshëm, i rëndësishëm dhe bazik që realisht tregon për funksionimin e imanit, shëndetin e imanit dhe sa është imani aktiv në zemrat tona. Allah në mbush zemrat madhnim, që kur Allah përmenet rënqethe në lkurat e besimtarve, që kur Allah përmenet rritet dashnia për Allah në xhabarekuhu teala, që kur Allah përmendet besimtarët e kanë dert në brengën, a thu vallë është i kënaqur me neve Allah xhallahu ala. Nësë Allah që ta rrit madhnimin zemrat tona, madhnimi cili në mëson pasaj për rëndësinë e namazit, për rëndësinë e punëve të mira dhe për shëmtueshmërinë e punëve të këqija. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe Allahu na ruaj nga çfarë do shpërfillje, nënçmimi apo përbuzje që mund ta bëjmë në drejtim të Allahut te barekuhu teala e që me këtë pastaj e përbuzim dhe e nënçmojmë dhe shëmtojmë askë tjetër pos veteve tona. Allahu i shëroft të smurit tonë. Allahu u ndihmoft të gjithëve që kanë brenga, pikëllime, të lashe, që dalin nga këto probleme, nga këto të lashe. Allahu sjell pajtim e dashni në mesin ton. Allahu i mëshiroft të vdekurit ton, në bashkof së bashku me ta në xhennet. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.